Mi mbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konak në televizionin Sot 7. Sonte në Konak kam një mysafir të veçantë, jam fatlum që e kam sonte në studio në televizionin Sot 7 në emisionin Konak, mjeshtrin e madh, mjeshtrin e merituar të sportit. Disa herë kampion vendi në gjimnastik, Valter Meten. Meta, falenderit që jemi së bashku. Falenderit dhe ju për ftesën. Valter, kur më thirrë dje, krejt rastisht diku në qendër të Korçës, u befasova, por dhe u ndjeva mirë që ju kam takuar pas disa vitesh. Unë në fakt kam marrë disa herë këto vitet e fundit se kam dalë dhe në pension. E të them të drejtën, dëshira e madhe është, domethënë që të vije her pas here, se edhe mosha tonë tash është. Pensioni në fakt jo se na jep disa, domethënë, avantazhe, që të vim të shikojmë njerëzit në shoqërinë, edhe qytetarët, domethënë që të paktën se ne kemi gati 30 vjet, edhe në mars mbusha 30 vjet në Amerikë. Që larguar nga Korça drejt Shteteve të Bashkuara të 1996. Jam larguar në mars, 24 mars. Kështu që edhe kam marrë që nga 2021 shi që unë kam dalë pension, kam marrë gati për vit, ri nga 1 muaj, nga 2 muaj, edhe kam marrë në Korçë, pa tjetër që do të vjen në Korçë, po më shumë rinë në Tiranë se kam dhe njerëzit ande, edhe këtej kam njerëzit 2 vëllezër, ande kam motrën dhe vllajnë, kështu që edhe shoqëri kam njerëzit e gruas, se edhe ajo ka qenë një mallë me mua, kështu që... Të merr malli për Korçën? Shumë, edhe të them të drejtën, gjithmonë unë i them gruas që të vem në Shqipëri, të vem në Korçë. Më thotë, po mima, na ishim tash një vit më përpara, për vit. Të vem 2 herë në vit, i thash. Dhe biles ne ishim vjet në tetor, kështu që 6 muaj kam edhe erdha prap. Vali, le të kthehemi te sporti, le të kthehemi te gjimnastika, tek ajo çfarë ti ke bërë historinë e këtij sportit. Në çfarë rrethanash e keni filluar gjimnastikën? Në çfarë moshe ke qenë? Po, mosha ime ka qenë afërsisht 7-8 vjeç, kam qenë në klasë të 4 fillore, edhe losin futboll atje, para shkollës, në shkolla Naim Frashi, tash është Azdreni, edhe duke luajtur futboll, kishim ato kendin sportiv që ka qenë me paralele, me ekur, me kështu. Edhe në bas futbollit, si që ishim të nxehur kështu, banim ato ulje ngritje, në rrotullim atje, në pompa, si i thonë atyre, edhe thash, kisha qef në fakt, thash, ore, për ky sport, nuk e di, ka këtu sport, në thëmë, për gjimnastik, edhe isha interesuar, se isha një moshë që... Mirë po, grumbullohen gjitha ta shokët që losin futbol dhe thanë, vem thanë në akrobaci, është ande nga Mitropolia, e këshu, i digjonja këto fjalë, për nuk e dija se ku ishte, në më thëmë, vendi që të vinja. Kur marrë vesh që vllai i madh dhe binjaku shkonin fshehurazi. Edhe unë nuk, thash, ore, po, jo, tha, nuk vem neve, tha, ven këta tjerët, ne nuk vem. E pa mirë. Një diti, thash, ti ndjek nga mrapa që ku shkojnë, ku është vendi, me fjalë që të vetet bëj akrobacira si këta. Edhe se të regonin historira, është një profesor atje, profesor Raci, bëjnë akrobacira, bëjnë këshu, jemi shumë vete, jemi 2 grupe, një nga Mitropolia, një nga Xhamia, e pa mirë. Edhe si kur mora një qik entuziazm këshu, në më thënë isha që të vinja të shikonja një, qa bëhet. Se s'kisha dalë në njerë në qytet, në më thënë, se isha i vogë, klaskade. Edhe kur vajtë atje, i ndoqja nga mrapa që mos umja, se dhesh, edhe kur vajta unë i ndoqja nga mrapa në farmacia që ka qenë ajo si vapori. Edhe një në rrugicat atje, dola në Mitropolia nga mrapa. Bëhet qëfar vitit, Vali? Kjo bëhet fjallë në vitin 1964-65. Po, vazhdojmë. Dhe i ndoqja mrapa në vlezrit? I ndoqja dhe atje, kur ynë ata brenda atje, thashon, kjo që ka, do më thënë, aty që ka brenda, do më thënë, kjo është palestra. Edhe del profesor Raci këshu, mërë të ajrë këshu, nga jashtë këshu. Raci Nicili? Raci Nicili, po. Sot i Raci Nicili. Edhe më pa mua, ha, po ti kush je? I thashon, po, kam vlezrit aty, po pres këtu, i thash. Po tha, i pres vlezrit, po ke qef të shikosh në një, po kam qef, i thash, unë ditë të bëj dhe ca gjera, i thashu. Po qarë ditë bësh? Po i thashum, bëj vertikale, një urë këshu, bëra një 2 këshu. Po bëjmë shumë paralele, i thash. O, tha, po mirë, na bëjnë në një, tha, qarë ditë bësh, duha ta të shikoj, tha.
e bëra vertikalen duke ecur kështu. Më tha, do më thënë ti tha punon vetë, tha, vetë. Po ke qef, tha, që të bëhesh sportist, akrobat dhe kështu. Po kam qefi, thash, prandaj erdha dhe i ndoqa nga mrapa, se nuk më marrin më. Se thonë që ky është ka guxim, do të tepruar, na thyen në i krahë, hajde këtu më thëmë, do të lafosem unë me vëllezërit, tha. Ti tha, hyrë brenda, tha, edhe vazhdo servitjen, tha, hyrë në grup, tha, ti tha. E ma mirë, falenderit, i tha shumë. E hyrë aty. Kur më pa më vëllezërit, po ti çfarë do këtu, çfarë? Kush të tha ty të vish këtu, e si që... Erdi profesor Raqi, tha, adeni këtu, tha, që të tre, tha. Pse se merrni, tha, këtë vllajin, tha. E ka me Valtere, kemi Valtere. Juve, tha, që të dy, tha, edhe ti e në veri, edhe të. Unë i dhja, tha, djemat mirë, juve, tha. Tu të urë të këshu punoni, tha, po. Pse se merrni edhe vllajin, tha, kur ka qef, tha, le të vi, tha, i, tha. Kush të ketë qef, tha, të vi, tha. Po jo një njeri me zor, tha. Ta marrësh, tha, e ta futesh tu, tha. Ai që ka dëshirë, tha, atë dua unë, tha. Apo mirë, mirë, tha, le të vi, tha, i thanë ata, tha, le të vi, tha, ne dakord. Por këtu është fillimi juaj. Ky është fillimi. Do të thënë aja. Dhe më pas, u vendosit në shkolla shtatëtori e atëhershme, sot Sevasti Qiriazi, në falë Stavri Themeli, jo, Sevasti Qiriazi. Në fakt... Që t'jem korrekt. Në klasa sportive të kësaj shkolla, po çfarë? Jo, nuk, ne ishim nga shkollë tjetër dhe... ju vazhduat të shkolla në Infrashi? Ishim të inkuadruar nga klubi, për klubin e Korçës, jo me klasën sportive. Me ekip të klubit. Pra jo me klasën sportive të shkollës shtatëntore. Jo me klasën sportive. Po sa vazhdove këtu? Këtu vazhdova unë deri në klasë të 8. Ndërkohë, nga klasa 4 dhe në klasë 8, kishe gara? Do më thënë, vazhduam, ne filluam me garat e akrobacis në fillim, se i kishin në rang lokal apo kombëtar? Kishte më shumë kombëtare se lokale. Lokale nuk u, do më thënë, vetëm ne ishim, dy grupe të vogla. Kurse kombëtare, kishte grupe, nga Tirana, kishte nga Vlora, kishte shumë nga Berati, dhe u organizuan në Fier, ati në 67-ën, organizohet kampionat kombëtar akrobacie, dhe do merrnin pjesë, do të thënë, nga gjitha rrethet, edhe ishin një aktivitet i madh. Raqi na thotë që tash të marrim, tha, të shikojmë nga dy grupet kush të jetë më mirë, të marrë pjesë në kampionat kombëtar të akrobacisë. Një garë kontroli, po themi? Bravo, bëj një garë kontroli dhe aty në fakt, unë vërtet kisha më pak stërvitje nga ata, se kishin nga 6 muaj që më përpara që kishin filluar, dhe vllai, edhe ata tjerët që ishin nga Mitropolia dhe këta që ishin nga shoqëria e xhamis, edhe tha, Raqi tha, ky, tha, e shihoni, tha, ky Valteri, tha, ka 3 javë, tha, bën randafi flakun, tha. Po ka dëshirë beri vonë, tha, unë i tha majtë se do ikim tash, do mbyllim palestrën. Ja, profesor, ja dhe njërë, ta bëj, të lutem. Edhe, po mirë, haj, bëj dhe njërë. Kurse ata iknin të tërë, tha, vetëm a ju rinë të atje. Edhe pashta dhe thash, do ta marrë, thash, këtë djalë, tha. Edhe më mori për të më dhanë zemër. Në Fier? Në Fier, në 1967. Okej. Edhe tha, me gjithë se vertikalen, tha, akoma nuk është stabilizuar, tha, po më bën mirë këtë randafi flakun, tha, dhe e pëlqej, tha. Edhe më mori atje, ne dolëm shumë mirë, Raqi u gëzua, tha, kam një grup, në 2 grupe, u bën në një grup të shi, edhe janë cilësor, edhe pasaj më vonë, në 68-ën, vatëm tjetër garë, akrobacie, dhe këto zhvilloheshin këshu, me dyshe, do më dhënë, benin, edhe dyshe, edhe individuale. Individualet ishin, do më thënë, të bëjnë një randafi flakun, të bëjnë një kapërdimje, vertikale, ktheshe prap, bëjnë një randafi flak, edhe mbaronte. Kurse dyshet ishin me vertikale në duar, duhet të një madhë se unë. Akoma, Valter, nuk kishim këtë gjimnastikën e Mirfield, si që... Kishte ekipe, ishin ekipet e të rriturve, që ishin të kategorisë së parë, kishte ekipet të kategorisë të rinjve, edhe akrobatët. Këto 3 ekipe i kishte Raqi Nicidi. Pra këto ishin të 3 programet që kishte, pa të rriturit, kategoria e parë, kategoria e të rinjve, dhe kategoria akrobatëve. Ju vetë nga kategoria e akrobatëve, tek
Tek të rinë, kur kaluat? Tash kaluam... Pra, ky kalim bëj nga 67 deri në 69 ne i bënim 2 programet. Edhe të akrobacisë, edhe të gjimnastikës në përvegla. Po. Tash Raçi tha, ai që ka dëshirë, tha, që dëgjon, domethënë që na respekton, tha, që të bëjmë të 2 programet, të urdhëroj, tha. Ti bëj të 2. Por ai që ka qejf vetëm gjimnastikën, le të bëj gjimnastikën. Ai që ka qejf vetëm akrobacinë, të bëj akrobacinë. Por unë kisha qejf që të 2. Unë desha domethënë ku tash. Edhe tha Raçi, tha, mirë, tha, merr pjesë, tha, dhe me akrobacinë, tha, dhe me gjimnastikën, tha, se ishte e lejuar. Edhe unë mora pjesë dhe me akrobacinë dhe me të rinjtë, 68, 69, dhe aty tash në 69-ën u bë në Durrës, në 68-ën u bë në Berat, mbas Fieri. Gjimnastika? Jo, në 68-ën u bë vetëm akrobaci dhe unë s'mora pjesë në gjimnastikë, se isha akoma, nuk kisha arritur atë nivel. E më tha mua që vazhdoj me akrobacin me ty, tha. Pastaj tha të shikojmë më vonë, tha, si do ecësh, tha. Kur e pa në 69-ën që unë isha gati, se unë bënja gjitha veglat, ushtrime do më të i kisha mësuar, e më tha mua, tash ti, tha, mund të marrësh pjesë dhe me gjimnastikën, por në 69-ën. Do më kisha 2 vjetë që pregatitësha, me të 2 programet. Ndërkohë, pasaj u specializohë për programin e gjimnastikës? E gjimnastikës me të rinjtë. Edhe aty trajner ishte Raçi Nicidi. Raçi Nicidi. Edhe Raçi pasaj më tha, tash i tha, do marrin pjesë, tha, të gjithë, tha, që i keni hyrë gjimnastikës, tha, me të rinjtë, tha, do bëni të 6 veglat. Që nga akrobacia. Pra, programi i plot i 6 veglave. E qartë. Po me ushtrimet e të rinjve. Ishin kipet. Kur thua ushtrimet e rinjve, kemi parasysh shkallën e vështirësisë, besoj? Shkalla e vështirësisë ishin një kip, një rrotullim brapa, një shaluar, një dalje kështu. Kaq ishte domethënë për të rinjt. Pastaj filloi me kalin, me lëkundjet, me kryqëzimet, me këto, edhe mbaronte, kaq ishin me të rinjtë, vetëm më shumë gjëra elementare, baziket me fjalë që ishin. Dhe aty unë shkëlqeva se i mbanja këmbët drejt, ashtu siç më thoshte trajneri, do të jesh i paraqitshëm, mos duhet të jesh i qeshur, domethënë që të japësh më shumë pozant, domethënë edhe Raçi ishte shumë praktik. Vërtet nuk dinte shumë teknika, domethënë moderne, por ama të stërviste në mënyrë që të ishe praktik, të ishe i fuqishëm, të bënte ushtrime fizike, domethënë edhe unë u kënaqa domethënë me atë praktike dhe me ashtu edhe i jepja rezultate të mira kështu. Edhe aty në 69-ën na panë këta pedagogët e shkollës së mjeshtrisë që shikonin nga gjithë rrethet aty, që merrnin pjesë, shikonin kush ishte më i talentuar. Edhe ram në syne të 2 vëllezërit meta, ishte edhe Kristaq Pula. Të 3 neve nga Korça, na mbanin shënim. Sa herë që bënim ne, edhe zini vend të parë në përvegla, të veçanta, vend të 2, vend të 3, ishim në podium. Edhe Dashamir Kërtusha, një profesor mjeshtër i sportit në atë kohë, ishte nga Durrësi, e emërojnë pedagog në shkollën e mjeshtërisë, edhe do hapësh klasën sportive të viteve 1956 që ishim ne. Pra, bëhet fjalë tani për vitin e parë të shkollës mesme. Të shkollës mesme që ishte 1970. Pra, mjeshtria sportive në Tiranë. Në Tiranë. Mbasi mbaruam 69-ën, domethënë ne do kalonim në shkollë të mesme. Mbaruam 8 vjeçare dhe në shkollë të mesme tash ne prisnim që të na thëriste Tirana, kush ishte me bursë, kush ishte me pagesë, siç ishin rregullat. Dhe mua më del bursa, por Adriatikun i del me pagesë sepse ishin 2 nga një familje. 2 vëllezër, po. Edhe thanë tash do bëj sakrificë familja që ashtu, por mos u mërzisni, tha se po të kenë këtë vullnet siç e kanë, këta me rezultate do arrin kategorinë e parë që të ushqehen, që do kenë trajtimin ushqimor. Edhe ne nga ajo, sikur morëm çik zemër kështu, se njeri është me bursë, babai nuk kishte domethënë për ta paguar se ato kushte kishin. Babai punonte vetëm, mamaja ka qenë e smur, merreshe me fëmijët, me kështu. Edhe tha babai, unë nuk mundem të kem një me pagesë, me bursë. Edhe xhaxhai na ndihmoi. Ai që ishte xhaxhai i vogël, ishte inxhinier, sapo kishte mbaruar inxhinerinë dhe u caktua në Prenjas,
E i tha, unë do të paguaj, tha. 3.000 lek, tha, që ishte atëre për të paguar bursën, e pagoj një vit të tërë, komplet vit në parë, për Adriatikun, dhe unë e kisha bursën e plot. Edhe pasaj Adriatiku bënte një qikë përpjekje më shumë, sepse duhet të arrinte rezultatin për të shkuar të trajtimi ushqimor. Edhe që të dy kishim atë konkurencën, a i luftonte për kategorinë kështu, unë luftonja që t'isha i mirë, do më të zinja vënd të parë. Edhe ndërkohë më thot mua, dëgjoj, tha, ajo i trajneri, ju që dy vlezri, tha, ju shikoj gjithmonë të parëve këtu, tha, vini të parë të reshtojnë, i tha, si shpuna, tha. I thamë, ne me zi presim, i thamë, se gjithmonë venë ati në konvikte dhe ndërojmë, si do të bëj atë ushtrim, si do bëj ushtrim e televizor. Ishe 14 vjeqë, ti edhe 14 vjeqë, do më thënë, vetëm Endra. Endra do më thënë, na dilin si do ishim në kampion, do më vetëm të punonim. Të një kishtë ndryshuar, përsa i përket edhe metodës së stërvitjes nga ajo e Korçës në një shkollë sportive, në specialitet gjimnastike. Ne pam, do më thënë, si punojsh atje, njerëz, do më thënë, trajnerit ishi shumë të kualifikuar, do më thënë, ishin njerëz transporti, kishin qenë, do më thënë, në Bashkimin Sovjetik, trajnerë të tjerë, do më thënë, që ishin pedagogë aty, Shkëlqim Kuqoja, Arqilem Markoja, këta, dhe ishin me embra. Edhe thoshin, profesor, si jeni mirë, i respektonim, edhe ata thoshin, këta janë ata dy vëllezrit me ta. Këta, tha, vinë të parët, tha, edhe kanë qef, tha, do më thënë, sa të filloj, tha, servitja. Dhe kur vjen gara e parë? Gara e parë... Tashmë me specialitet gjimnastike? Me gjimnastik. Do më thënë, në bas një viti, të shkollës së mesme, do më gara e parë vjen në nëntor, do më të 1171-shit. Do të thënë 1170 ishe viti parë dhe do fillon të viti dytë i shkollor. Dhe ne do merrim pjesë me kategorinë e parë. Adriatiku ishte mi pregatitur se unë sepse interesonte për punën e ushqimit. Edhe morëm pjesë që të dy, unë shkëlqeva një qikë më shumë sepse ishe edhe mi dobët shu, edhe gjimnastika tjep një qikë më shumë fineslek shu, edhe Adriatiku ishte një qikë më imbushu shu. Edhe e arritëm që të dy kategorinë, por aji ishte më mirë se unë, në të thënë se ishte edhe fizikisht me ashu, edhe e fitoj edhe aji edhe unë, u gëzuam, u përqafuam, u këton ti edhe me shokët, gëzimi marë. Kategoria parë, i siguruar të shme. Kategoria parë ishte më thënë me trajtim ushqimor, edhe vazhdojnë më thënë, i thamë prinderve që të shi, i thamë Xhaxhait, faleminderit, edhe ishte një gëzimi marë. Pastaj filloj Dashamir Kërtusha, ishte një trajner, edhe të edukonte, ti një njerëz të mirë, ti respektoni njerëzit, prindrit, të ndihmoni këtu shokët, mos jini vetëm për vete, edhe mos më hajdeni kështu me tangërlik, e kështu. Edhe ai jepte, ju thoshte njerëz atyre shokëve tanë, që merrni shembull nga këta vëllezrit meta, vinë të parët këtu, kanë qef, aty në konvikt janë tha, do më thënë e kanë atë, e pastrojnë dhomën, janë korçarë, që janë nikoqirë, janë njerëz të pastër, të mirë, bëjnë dushe dhe këta, edhe merr një shembull nga këta korçarët. Janë njerëz, do më thënë, që e duan sportin, e duan artin. Edhe kështu që ne na jepesh një çik, do më thënë. Tani, nga garat e të rinjve të këtë rriturit, a ka zgjatë shumë me ta? Kjo, do më thënë, ishte gati 1 vit e gjysmë. Në më thënë, nga të rinjtë e Korçës, që ishim në Korçë, që arritëm në shkollën në mjeshtërisë në vitë të parë. Atër po thëmë. Nga kategoria e parë. Nga kategoria e parë. Në kategoria e parë, ne ndejtëm gati 3-4 vjetë. Dhe arsyeja ishte, sepse në 72-shin vjen një trajner i uaj, trajner kines. Edhe ishte profesionist, dhe ai do shikonte gjithë talentët e Shqipërisë, do të thënë nga gjithë Republika. Dhe ne aty ishim bërthama njerë, aty në shkollën e mjeshtërisë, të shikonte ne të parët, nga kategoria e parë dhe nga mjeshtrat, se kishte edhe ekip mjeshtrash, që ishin Gani Mezini, Llazi Pula, ishin këta të rriturit Andrea Pavli, që ishte nga Vlora, Gani Mezini, edhe, do të thënë, Ilir Qela, do më thënë, ishin ekipi mjeshtrave.
Pra kishte kategori e parë të rritur dhe mjeshtra, apo kategori e parë dhe kategori e parë dhe mjeshtra. Kështu ishin. Dhe këto ishin domethënë niveli më i lartë që konkuronim. Ne konkuronim me kategorinë e parë, kurse mjeshtra konkuronim me mjeshtrat nga gjithë rrethet. Kjo është gjithmonë tek shkalla e vështirësisë në ekzekutimin e ushtrimeve. Po. Pra, kategoritë ndahen nga ushtrimet në ekzekutimin e shkallës e vështirësisë. Kategoria e parë ishte me shkallën e vështirësisë më të ulët nga kategoria e mjeshtrave. Po këto ishin kategori, nuk ishin tituj që të jepesh tituj. Edhe ata mjeshtrat quheshin mjeshtra se pra për shkak të kategorisë që ekzekutonin ushim, jo se ishte titull i mjeshtër. Jo, ata ishin gjimnast të ushtrimeve të mjeshtrisë. Bravo. Edhe quheshin mjeshtra. Po jo me tituj. Se titulli duhet të ishte 3 vjet ose 5 vjet, domethënë kampion, edhe të jepesh titulli nga komiteti shtetëror, mblidhesh sporteve. Kështu që ne tash luftonim, të ishim kampionët të kategorisë së parë. Të mos ishim domethënë vetëm sa për të marrë kategorinë dhe të merrim atë ushqimin edhe të rinim. Dhe ku ndodhi kjo? Kjo ndodhi tash, domethënë kampion ne dolëm në vitin 1972. Për herë të parë kam dalë në Shkodër. Kampion ishte faza e parë. Dhe unë isha i grumbulluar me trajnerin kines. Kampion në të gjitha veglat, duke grumbulluar pikët të gjitha veglave kampion? Apo kampion në veglat të caktuara? Kampion në të 6 veglat. Në të 6 veglat? Po. Njëkohësisht edhe Adriatiku ishte, domethënë, nën kampion, ose vend të dytë. Dhe ne ishim gjithmonë vend i parë, vend i dytë. Vitin tjetër ishte Adriatiku vend i parë, unë isha vend dytë. Domethënë, si thonë asaj, ne kishim konkurrencën midis nesh, plus që ekipi, domethënë, i mjeshtrisë, thoshin këta janë të parët, pastaj jemi ne mbrapa. Megjithatë, kjo ishte nga puna tonë individuale. Domethënë, rezultati vjen vetëm punë individuale. Sa orë punonit? Unë me trajnerët punonim, domethënë, 6 orë dhe në 7 orë në ditë. Bënim para dite, që ishte mësimi i specializimit, dhe mbas dite ishte trajnimi, domethënë trajningu, domethënë që kalonje nga ajo e shkollës specializim 2 orë, pastaj kalonje në trajningu bëheshe mbas dite 3 orë dhe në 4 orë, domethënë bëheshe 6 orë dhe në 7 orë të 2 palet, domethënë mëngjes bëheshe anë mësimore, domethënë elementë, mësonje, bënje përgatitje teknike, përgatitje lëvizore, përgatitje fizike, dhe mbasdite pasaj kishe me kombinimet. Rutina duhet të bëheshe kombinacioni. Si do të jetë kombinacioni i Valterit në Kalmedoreza, si do të jetë në ushtrimet e lira, si do jetë në Unaz, kategori e parë. Kishim ushtrimet të detyruara, dhe ushtrime fakultative. Qartë. Kështu që tash ishim me 2 programe. Me 2 programe. Dhe programi më kryesor ishte fakultativ, sepse aty ishte niveli. Mund të paraqisje, mund të shtoje kush punonte në anë individuale, ai fitonte. E qartë. Sepse mblidheshin pikët, mblidheshin të dy programet. Kështu që ata që punonin individualisht fitonin. Fitonin, domethënë, kupën ose kampionatin, merrin medaljen. Ata që banin vetëm ushtrimet, vetëm fakultative, po detyrueshme nuk i kishin. Edhe mblidheshin pikët, thoshin nuk i kanë të dy, domethënë që të jenë për vend parë. Meta në kategorinë e mjeshtrave, kur në çfarë moshe keni marrë pjesë? Kategoria e mjeshtrave, unë kam dalë para se të vëmë në mjeshtrat, kampioni i kategorisë parë në 1974. Unë u shpalla kampion kombëtar në Spartakiadën kombëtare. Dhe unë punonja që të dyja programet, programin e kategorisë parë dhe programin e mjeshtrave, me trajnerin e uaj, trajnerin kines. Dhe ai më tha mua kështu, ti ke të dyja, tha, po ti e djalirim, tha mua, që të marrësh famë, tha, që ti e vërtet një gjimnast. Me titull kampion rritë të kategoria parë. Kategoria parë, tha, do ta kesh më të vështirë aty në shpallesh kampion absolut, tha. Se ne të njohim tash këtu, tha. Edhe këta vetë, tha, shokët të njohim, tha. Kështu që ti, tha, mos unë citom, tha mua. Ti ke, tha, kampion, tha, me mjeshtra do dalësh, tha. Po fillove, tha, me kërën e parë, ti është kampion gjithmonë, tha, kështu që ti i bën të dyja programet. E po mirë, e digjova, i tha, me kënaqësi, tha, do ta bëj. Edhe zuravën të parë,
kampioni i kategorisë parë, po atëherë ishte një buje madhe që ka dalë kampion, se nuk merrni vesh publiku se ishte me mjeshtrat, po me kategorinë e parë. E qartë. Thoshin është kampion, s'ka rëndësi. Çfarë kategori është? Kështu që unë mora një famë në 74-ën dhe pastaj kur kalova me mjeshtrat në 75-ën, në të thënë një vit në ta me kategorinë e parë. Kaluat së bashku me vllajën tuaj? Po, bashkarisht. Të dy bashkë. Po. Dhe Adriatiku faktikisht mori pjesë me mjeshtrat në 74 në Spartakiat, dhe zuri vend të tretë me mjeshtrat Adriatiku. Biles Adriatiku në disa vegla zuri vend të parë me mjeshtrat, por të përgjithshme në zuri vend të parë. Në disa vegla vend të parë, vend dytë. Domethënë Adriatiku ishte me mjeshtrat dhe kishte një nivel më të lartë. Unë dëgjova shkalla e vështirësisë. Unë dëgjova kinezin e më tha që të dalësh kampion, kurse Adriatiku të e vend të tretë, vend të dytë, ti je kampion. Pavarësisht se jemi kategorisë ku je kështu. Kështu që edhe unë dëgjova, domethënë që ishte edhe fama, domethënë edhe mua më jepte shumë. Edhe kur hyra unë pasaj mbas Adriatiku, mbas një viti, 75-ën, unë vajta direkt, domethënë dola kampion direkt. Domethënë isha kështu, se unë i bëja të dyja programet. Kështu që këta të tjerët filluan vend dytë, vend tretë dhe më e forta ishte se ishim shumë konkurrent, edhe me vllajën, po edhe me ata gjimnastë të tjerë. Me Ligor Shakën, Bekator Bashkurti, Ilir Tafilin, ka qenë Ilir Çela, e Kujtima Xholli që ishin që ishin për mjeshtra. Kategoria e mjeshtrave. Ishin kategoria e mjeshtrave. Ne ishim të rinjtë, mjeshtrat e rinj që kishin arritur me fjalë me mjeshtrat. Edhe kështu që unë tash thosha po konkurroj me Ilir Çelën, me Ganimezinin, me Vllazipulën, që kishin një famë tjetër nga mjeshtrat, kategoria më e lartë. Edhe të them të drejtën një emocion. Edhe kur unë shkëlqeva me ata bashkë, hyra në treshe, pastaj fillova në 76-ën isha kampioni absolut, në 77-ën po ashtu, dhe pastaj vazhdoj nga 76-a deri në 86-ën, unë nuk u zbrita nga vendi i parë. Kjo ishte edhe në kategorinë e mjeshtrave. Për të mos e shkputur fort. Adriatiku ishte në vend të dytë, në disa vegla vend të parë, kështu. Edhe ishim që dy vëllezër. Ju keni mbaruar shkollën e mesme të mjeshtrisë sportive, u rikthyet të Korçë apo vazhduat edhe Institutin e Kulturës Fizike Dgjoj, ne në fakt e kam treguar në një intervistë tjetër, ishin ato stazhet midis shkollës së mesme. Po, kanë qenë një deri në 2 vjet stazh. Një vit stazh. Dhe ne na dërguan stazh pranë qytetit tuaj. Nga Shkëndia që ishim ato 4 vjet, në thanë tash do shkëputeni dhe do merrni pjesë për Skënderbeu. Po. Një vit stazh. Stazh ku e bë? Në 1976. Fabrika apo ku? Po, unë e bëra në trikotazh bashkë me Kristaq Pulën, kurse Adriatiku ishte mësues. Dhe pastaj do ndroheshim. Se kështu bëheshin, domethënë, unë kaloja mësues, Adriatiku vinte në prodhim. Domethënë ishte 6 muaj prodhim, 6 muaj mësues. 6 muaj ishte 6 muaj. Ishte kështu. Më pas e riktheheni edhe një herë tjetër? Dhe pastaj u kthyem në 1977-ën, kthehemi në shkollë të lartë në Institut Fizkulturës, domethënë si talent, jo ne nuk dham as norma për shkak se ishit sportist të ekipit kombëtar. Ne vajtëm direkt figuronim në listë se ishin përjashtuar në Institutin e Fizkulturës. Ishin përjashtuar nga normat sportistët e nivelit lartë. Se ishin talentët, domethënë që do vazhdonin edhe si trajner, specialist, domethënë do ishin domethënë e ardhmja. Kështu që prandaj dhe vazhduam Institutin e Fizkulturës. Ne do të ndalojmë pak për një javë reklamët, po do rikthehemi përsëri së bashku në studio. Faleminderit. Do të regjis, kalojmë në javë reklamët, jeni duke ndjekur emisionin Konak Sonte Konak. Jam fatlum edhe për faktin sepse kam në studio gjimnastin, nuk di që të them, por më pëlqen të them gjimnastin më të madh të historisë gjimnastikës shqiptare, Walter Metën. Jemi së bashku edhe në vazhdim reklam, por rikthehemi në studio vetëm pas pak. Jemi rikthyer në studio, jemi në emocionet e emisionit Konak këtu në televizionin Sot 7, Sonte Konak, jemi me mjeshtrin e madh. Walter Meta, me mjeshtrin e merituar, padyshim mjeshtrin e sportit, shumë herë kampion kombëtar në gjimnastik, nga sportistët më të mirë të gjithë historisë së gjimnastikës shqiptare dhe jo vetëm. Ne kemi përgatitur një blog me fotografi të jetës sportive dhe familjare, me te akoma, të mjeshtrit të madh Walter Meta, dhe do t'i komentojmë së bashku me te në studio në emisionit Konak. I lutem regjist, kalojmë me radhë fotot që kemi përgatitur
së bashku me mjeshtrin e madh Walter Meta. Meta, këtu jemi? Këtu jemi kur jam martuar unë 1986, do më thënë 87-ën, më falë, edhe është familja komplet. Adriatiku është këtu Shikoj në krahun e majt në krahun e majt Adriatiku, motra, Leonora, është Lida, gruaja time, jam unë, është gjyshja këto poshtë, e jam e babajt, është Angeli, është vllai i vogël, babai, Muharremi, dhe Enveri është vllai tim i madhi. Okej, kalojmë te një foto tjetër. Po, i lutem regjis, edhe këtu jemi Kam dalë me gruan, sa po ishim martuar, në më thënë 1986, edhe kemi dalë, në më thënë, një fotografi familjare. Okej, ecim. Kjo është fotografia që unë për të pare, në më thënë, në 1977. Ushtrime në unazë. Këtu, unë, do më thënë, kam spikatur, do më thënë, me kombinimin, ose kombinacionin, si e quajnë rutinë, e quajnë në anglisht, do më thënë që kam zënë vend të parë në të 6 veglat, dhe unaza ka qenë, do më thënë, vegla ime, që zura dhe vend të parë si individ. Në fjalë, për Spartakatën e 4 kombëtare. Kjo është Kupa e Republikës. Kupa e Republikës. Kampion i Kupës e Republikës. Ju e kush është aty që shikon maç? Aty ka qenë Bujar Bujari, trajneri tim, ai është trajneri tim, edhe ka qenë në Institutin e Fiskulturës. Ka qenë në Institutin e Fiskulturës. Në vit i parë këtu, kam qenë në vit parë shkollës. Çfarë përqendrimit keni në këtë moment? Forcë, ka qenë elegancë. Kampion në Kupën e Republikës. Ecim, edhe kjo është? Kjo është e njëjta fotografi, por unë në të njëjtën pozë ka bërë kur kam dalë kampion në kampionatin kombëtar. Në kupë dhe kampionat kombëtar. Në të njëjtën vegël. Sepse e kishte qefa i fotografistit ato të marrë vetëm në unazë. Okej, ecim. Kjo pasaj në paralel është shkazuar? Kjo është ekuri. Ekuri, domethënë, është vegla më e rrezikshme dhe është nga veglat më të bukura të gjimnastikës. Domethënë, unë kam patur një shtrirje, ose më mirë një zgjatje, që mos e them kështu në anglisht stretching, po dhe kjo ka qenë quheshin rrotullimet e mëdha kineze, por sot i thonë rrotullime shqiponj, quhet në anglisht. Rrotullimet e mëdha shqiponj. Okej. Dhe isha nga gjimnastët, domethënë, të rrallë që e bënin këtë element. Unë kam qenë nga të parët që e kam bërë këtë, pastaj ka bërë Ligor Shaka, e kanë bërë një 2 gjimnastë të tjerë, Begator Bashkurti, Ilir Batho, po unë kam qenë nga të parët. Okej, ecim në një foto tjetër. E komentojmë. Edhe kjo? Bravo. Unë kam qenë në ekur, kam qenë, domethënë, po të them absolut që nuk kam dalë asnjëherë vend të dytë në ekur. I kam tëra vendet të para. Në vegël të veçantë. Domethënë, ekuri ka qenë, domethënë, dashuria ime. Vegla juaj më e preferuar. Që të tërë atje kishin frikë, unë qeshnja kur vinte ekuri. Se e kisha veglën time të dashur dhe isha njeriu më i guximshëm. Çfarë ishte më vështirë këtu, dalja apo? Këtu ishin ushtrimet. Atë që të thash, rrotullimet e mëdha shqiponj, bënja rrotullimet me kem të hapura që ishin, domethënë, kombinime, domethënë, të bukura, dhe ishin kthimet e ndryshme, 360 gradë, dhe në fund kisha dalje me 2 salto që ishin shumë të rrallë, që e bënin 2 salto në atë kohë. Dhe domethënë, isha nga të parë. Edhe dilte nota 9.8, 9, 10 nga njërë, se kisha dhe ekzekutimin. Pra, kur themi nota edhe për teleshikuesin, dhe unë nuk lëvisja në fund, bas 2 saltove, apesha, edhe ngulesha, thoshin ata, thoshin, ata tashi, jo rëzoheshin, ishin vend të parë, vend të dytë, unë isha vend të 4, të 5, para ekurit. Pasaj mbasi mbaron të ekuri, unë gjithë qa vend parë, për shkak të pive maksimale që marrë shëtu. Ecim, po, edhe këtu është një tjetër. Ishte... Po. Këtu është kampionati i gjimnastikës në Korçë, ja edhe Pallati Sportit i Korçës, dhe beshe në stadium, sepse akoma ne nuk ishim palestër, do më thënë që
të kishte domethënë kushtet e të 6 veglave në palestër. Edhe bëhej në stadium. Nuk e di këtë fakt. Kjo tash është kategoria e mjeshtrave këtu. Dhe unë këtu kam qenë me kategorinë e parë. Këta që po ekzekutojnë këtu ushtrimet e trupit të lirë dhe ai tjetrin paralele, këta janë ata mjeshtrat që kanë qenë Llazi Pula, Gani Mezini, Andrea Pavli, dhe ne i shikonim sepse kishim garën të nesmen. Ishin mjeshtrat njerë, pasaj kategoria e parë. Ecim në një foto tjetër. Kjo është fotografia në Korçë, që është bërë në Korçë. Këtu jemi në Elbasan, me turqit, 1984. Garë 83. Ndërkombëtare miqësore. Me turqit. Me ekipin kombëtar të gjimnastikës së Turqisë. Dhe kthenin vizitën. Domethënë kishin vajtur në Turqi dhe tash erdhën turqit në Elbasan. Kjo është në Elbasan. Në pallatin e sportit të Elbasanit dhe unë kam zëvën të parë këtu. Domethënë edhe këtë fotografi ma dhanë ata që i kishin nxjerrë aty, tha ta kesh kujtim nga ne tha. Okej, ecim. Ja dhe është sistema e kombëtares aty. Kjo është fotografi në Tiranë, në shikoj qyteti studentit, ja ku janë edhe ato apartamentet, godinat, dhe ne do jepnim një çfaqe se nga që kishim namin gjimnastët janë kampionë, që janë këta gjimnastë, edhe thamë të japim një çfaqe në qytet studentit. A jeni dakord? Po mo jemi dakord, i thamë. Edhe i vunë ekurat, paralele, gjithë ato, vetëm ushtrimet lira bën çu, akrobacia aty. E qartë, po. Edhe u knaqën studentët aty kur më panë mua, thanë ç'a bën ky? Aty jam duke bërë dalje me 360 gradë. Atëherë thoshin ç'a bëri ky u kthy aty. Duar trokisin gjithë. Po, ecim. Ishte ja. Këtu është ekip kombëtar apo? Ky është ekipi kombëtar në Kinë, në Republikën e Kinës. Këtu jemi 3 korçar ne, Kristaq Pula është në të majtë, Begator Bashkurti, Vjolca Çato, Nina Simoni, trajneri i kombëtares nga Elbasani, nuk e kujtoj dot emrin, Flora Toto, Kiço Mele, ishte përgjegjësi. Kiço Mele ishte kryetar i klubit Skënderbeu. I kryetari i komitetit të fiskulturës së Korçës. Kiço Mele. Po. Ka qenë, ai ishte përkthyesi kinez, edhe me radhë pasaj gjimnastët dhe Adriatiku në fund, unë jam këtu, poshtë Adriatikut, jam ullur, është Ligor Shaka, nga Elbasani, është Shkodrani Sadedin Fishta, pasaj është Partizan, e ka emrin ky në mes, është zvendës përgjegjës, Arqile Markoja, Gani Mezini, Ilir Bathua dhe Shkëlqim Kuqua. Këta ishin ekipi kombëtar që ishin më të mirët e Republikës, si trajnerë, si sportistë, të gjithë, ajka, me fjalë, e sportit gjimnastikës. Kjo është në stërvitje, gjatë ekipit kombëtar, me trajnerin e uaj kines, quheshe Meng, dhe jam unë këtu në të djathë, pasaj është Kristaq Pula, Gani Mezini, Shkëlqim Kuqoja, trajneri kombëtares, edhe trajneri kines Meng, Ligor Shaka, Fotaq Leka, është në Greqi, jeton në Greqi, dhe Begator Bashkurti. Begatorin nuk rron, bëm një omazh për Begatorin që ka vdekur, pasaj poshtë është Adriatiku vllajtim Binjak, është Ilir Tafilaj, pasaj Ilir Bathoja, këta ishin me mjeshtrat, domethënë ishte kombinim, mjeshtrat e vjetër me mjeshtrat e rinj, që bënin stërvitje bashkë me trajnerin kines. Edhe pasaj janë ata të rinjtë. Këtu? Këtu jemi me Anesti Foton, ka qenë gjimnast, domethënë gjimnast titulari i Korçës, dhe ai nuk ron tani, ka qenë në Greqi, kohët e fundit, dhe ka një 4-5 vjet që ka vdekur. Është i madh, ka qenë në datindjen e Llazi Pulës e këta, datia 50, 48, 50. Dhe këtu ka marrë pjesë si gjyqtar, kur ne konkuronim me mjeshtrat, ishte gjyqtar. Njëri prej gjimnastëve është... Ka qenë gjimnast i mirë, gjimnast i ka dhe është Llazi Pula në nërën, jeni ju, është... E kemi dhe Llazin, kjo është me Nestin, ka qenë gjimnast i ka dhe parë, dhe titulari i akademës parë. Ka ju në 6 gjithmonë. Këtu jemi me trajnerin kines, duke zhvilluar stërvitjen para pallatit sportit Partizani, Aslan Rusi,
Dhe jemi ne, unë, Adriatiku jemi poshtë, pastaj është në të djathtë Ilir Bathoja, Ligor Shaka, është trajneri Kines Mengu, Begator Bashkuri dhe Kristaq Pula, i vllai Llazi Pulës. Kjo ishin një datlinje. Vazhdojmë, ecim sepse edhe koha. Ktu është ekipi kombëtar para se të niseshim për kampionati ballkanik. Ishte kampionati ballkanik që do zhvillohej në Rijekë. Është 1986 kur unë jam dëmtuar nga shpatulla dhe unë nuk kam, unë jam në fund fare dhe unë kalova domethënë për të kryer një ndryrje kirurgjikale dhe Adriatiku bashkë me gjimnastët, këta janë gjimnastët e rinj të kombëtarës dhe ne ishim më të vjetrit. Unë isha mosha 28-30 vjeç domethënë. Këtu jemi në ekip kombëtar në Kinë. Ja dhe stema e ekipit kombëtar, janë të gjitha ata gjimnastë që përmenda pak më vonë, dhe janë të gjithë, domethënë, ekipi yjet e Shqipërisë të gjimnastikës. Edhe këtu këtu në Muri Madh Kines, kemi dalë ekipi kombëtar, kemi vajtur vizitë, domethënë, për të vizituar Murin e Madh Kines, 1976 kemi qenë në Kinë. Po? Edhe kemi këtu është ekipi i Korçës. Po e pashim nga uniforma. Me Anesti Sklavin trajner dhe Koçodinen që është në të majtë trajner dhe pastaj është Anesti Tereqegjiu mjeshtër sporti, është Andrea Dembo, është mjeshtër sporti, po këta janë me kategori mjeshtra, jo me tituj. E qartë. Ashtu. Ne një pjesë me kategorinë e mjeshtrave. Darën e mjeshtrave. Ashtu, Anesti Sklavi ishte trajneri i mjeshtrave dhe unë isha veteran. Atëre ishte viti 84-85 që isha në lënie të po jeri këtu në Korçë atë kohë. Pra kam qenë edhe biles, kjo ishte gara që unë kam zënë vend të parë në qytetin tim në Korçë, 1986, ishte Kupë Republike. Dhe zora vend të parë dhe e kam lënë me vendin e parë sportin, se unë duptova pasaj. Okej, vazhdojmë. Po këtu jeni me? Këtu jam me Adriatiku, me vllajën, me Binjakun, kurse këtu, këtu jam me Binjakun, bravo, me Adriatikun në kampionatin e Korçës. Këtu kampion në Korçë dhe në Tiranë, ku ka marrë, domethënë, kampionat kombëtar në 1977-79, një gjë e tillë. Pra, po ju dorëzojnë? Ka qenë Xhavit Xhani, medalje, kryegjyqtari, edhe ky Abedin e kishte emrin, ishin dy gjyqtarët. Ecim dhe më jepnin medaljet. Ja dhe këtu të dy me Adriatikun, kampioni unë dhe Adriatiku vend të dytë. Okej. Këtu janë ekipi kombëtar i Porsa Grumbulluar, domethënë nga kinezi, 1172-shi. Përpara pallatit të sportit Partizanit e atëshëm, tani para pallatit të sportit Partizani Aslan Rusi. Këtu janë ato çupat domethënë që ishin domethënë e ardhmja e gjimnastikës, kampione kombëtare, janë tëra domethënë në moshë 12, 13 vjeç, 14 vjeç, ishin në shkollë domethënë 8 vjeçare, dhe ne kemi qenë shkollë të mesme, dhe trajneri kinez, edhe këtu është një nga ato vite 85 në 10 sportistët më të mirë të Korçës. Shiko tani, më falë. 85. Më falë pak ti komentojnë që është në rritë për të lezuar. Shiko çfarë mallështijet kena pasur. Parina Evro, Lida Sheu, basketboliste e jashtëzakonshme. Eva Duni, volejboliste e shkëlqyer, ekipit kombëtar. Shikoj është Walter Meta, jashtëzakonshëm, Bruna Tasho, volejboliste e ekipit kombëtar, është Alma Qeramigji, e vetmi atlete shqiptare pjesëmarrëse në Olimpiadë. Robert Damo, një tjetër volejbolist e ekipit kombëtar. Brenda Ismaili, volejbolist e ekipit kombëtar, Ilia Sholla, basketbolist i shkëlqyer, dhe Artur Kreka, kampion i mundjes. Që për fatin në keq se kemi me. Pra, nga kjo foto na mungojnë, e hapim edhe njerë, ju lutem, na mungon pra Eva Duni, na mungon Artur Kreka, kurse Lida Sheu në kam ati në Amerikë. Po, Lida Sheu është nga 5 basketbolistët më të mirë të shekullit në Shqipëri. Pra, ecim. Ka qenë një anketë që organizohej nga gazeta lokale përpara e Korçës. Bravo. Ecim, sa mall kisha për këto sportistë.
do të thënë, për koment ne kishim, kjo është ajo, Kjo këtu. kjo është Se shikoj edhe vetën qytetar Nderi, atje ku ke qenë dhe ti, në fakt, Biles, ku je mbrapa ti. Po, kam bërë moderator. Ke qenë... Kjo është prefektja atëherë për Korçës, Elfrida Zefi, një zonjë e nderuar. Edhe ka qenë dhe Zamira Kita aty bashkë me... Të bashkë kemi qenë moderator të këtij emisionit. Edhe unë kam marrë nga Amerika, do më thënë i ftuar... Ka qenë 80 vjetori i klubit Skënderbeu. Bravo. Ka qenë 80 vjetori i klubit Skënderbeu. Bravo. Jo, ka qenë 100 vjetori. Është 2009. 2009. Nuk gaboj mendoj. Ashtu? Jo. Ecim. Unë e di sikur ka qenë 100 vjetori. Këtu jemi? Këtu jemi në Amerikë. Unë kam qenë 20 vjet trajner në një gjimnastik, në një palestër lokale, dhe ky është trajneri kryesor dhe pronari i biznesit gjimnastikës, dhe unë kam qenë zëvendës krye trajner, dhe këta të tjerët janë të gjithë gjimnastët femra, dhe kemi patur vetëm 3 meshkuj. Ata që janë të 3 lartë, janë 3 meshkujt që ishin kampion nga Michigani, kampion kombëtar. Sa vite keni bërë trajnerin e gjimnastikës në 20 vjet. 20 vjet kam qenë trajner. Ky është grupi tim që unë stërvisja në Amerikë. Domethënë grupi tim merrte pjesë në kampionat kombëtar të Amerikës. Dhe kemi zënë vende të para, të dyta, këto janë 2 kampionet e Amerikës në nivelin e mesëm, se ishim me nivele atje. Nuk ishte si që ishe... Edhe këtu, me shkallë vështërsie. Kategori, po. Niveli i ullët, ishte niveli 5. Po themi kategoria 3 e 2, atje ishte, si që kishim me vonë në gjimnastikë. Pionerët ose të rinjtë, pasaj kalojnë kategoria parë, pasaj kalojnë me mishtar. Kurse në Amerikë ishte niveli 5, niveli i 6, i 7, i 8, i 9, i 10 ishte niveli më i lartë, si shtoshim ne kategorie parë, si që kemi në Shqipëri. Dhe mishtrat që ishin këtu, atje ishte elita, në më thënë elitar, kuptojt që... Shkalla e vështësisë. Kurse këtu është grupi tim që unë merr një herë pas here, fëmijë të vegjël që i stërvisja për nivelin e 5 dhe për nivelin e 7, ose për nivelin e 8, ose për nivelin e 9. Ja, këtu kjo çupa për shembull ishte në nivelin e 8. Mësonja teknikën në kërcimin e kalit. I thoshte do ta bësh kështu, edhe më ka marrë. Shkolla jonë, mate amerikane Meta. Po unë në fakt kam patur shkollën kineze. Bravo. Teknika ishte ime kineze. Po unë ju thosha atyre që bashkarisht edhe trajnerët shqiptarë edhe kinezë, po kinezët ishin nga ana teknike, trajnerët shqiptarë bën anën përgatitjes fizike. Kështu që kombinim, i thash, ka qenë, po unë më tepër kam qenë gjimnast teknik. Pëlqenja më shumë anën teknike, sepse e shikonja që kjo të jepte më shumë rezultat, sepse ishte më e kohës, se sa të ishte njeri i fuqishëm të bënje me forcë. Kjo ishte gjimnastika, në fakt, është elegancë gjitha, Gjimnastika edhe sot që ka arritur nivele, është vetëm teknik. Është elegancë. Pregatitja fizike s'diskutohet që duhet ta kesh në nivel. Po, se qoftë se ke këtë në të vështirë të interpretosh. Po, mos kesh anën teknike, nuk mund të jesh në majat. Kjo është ekipi që All Star, do thotë yjet e Amerikës. Unë kam hyrë me 2 gjimnaste në yjet e gjimnastikës, janë këto 2 në djathas, janë 2 gjimnastet e grupit tim. Pastaj ajo tjetra që është në mes, bashkë me të djalin, edhe me këtë në krahun e majt, janë të trajnerit amerikan, të krye trajnerit. Dhe ne të gjithë ishim nga Michigani, që përfaqësonim, domethënë kishim hyrë në më të mirët e Amerikës. Domethënë kjo është pak a shumë, domethënë historia e kësaj foto. Ja, bravo. Këto e përsëri. Kjo është Nusja, Lida, kemi dalë në dasëm. Është fotografia ku kam qenë dhëndër. Vazhdojmë, ecim në të shujë kohë. Ecim. Kemi të tjera? Edhe këtu me fëmijët, dhe kur ishin të vegjël, para se të shkonim në Amerikë, unë isha në Greqi që vinja Bearit, bënja atje 3 muajt Bear që isha pushim, bënja si ndihmës kamarier,
dhe vija mësues fizikulture, vija domethënë në shtatë nëndori në Sevasti Qiriazi. Këtu janë prindrit e mi, Muharemi dhe Ifetja, është mamaja ime, janë dy njerëzit që ne domethënë nuk janë në shpirt dhe në zemër, domethënë gjithmonë i kujtojmë si idhuj tanë. Prindrit më të dashur. Këtu jemi në Amerikë, sapo kemi mbritur në Amerikë, është 1996, djali i vogël ishte 4 vjeç, ky i madhi ishte 7 vjeç. Edhe jemi duke studiuar. Duke qenë këtu, tali, në momentin kur shkove në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra je përballur me një realitet krejt tjetër nga ai shqiptar. Çfarë i thatë vetes realisht në atë moment? Ne i tham vetes tash perspektiva në Shqipëri me ato, domethënë që shikonin ishte domethënë nuk ishte në nivel që ne të qëndronim. Ne kishim dëshirë. Shkove në mend për të bërë mësuesin edukimit fizik, të fizikulturës edhe atje apo? Unë në fakt krijova një bërthamë shumë të mirë, me element shumë talent në shtatë nëndori, në Sevasti Qiriazi, dhe kam patur një drejtor të shkëlqyer, që dua ta përmend këtu, është Koço Bigjo, që më ka dhënë zemër, më ka thënë bëj mjeshtër ato që di ti, dhe nga ne ke vetë mbështetje. Dhe mua më ka bërë përshtypje, sepse e ftonja gjithmonë kur krijova ekipin, domethënë nga 200 fëmijë të gjithë qytetit Korçës, seleksionova dhe nxora 10 fëmijë, 10 djema. Krijova klasën tënde sportive, klasën time sportive dhe unë kam dalë aty në fotografi, do ta shikojmë çik më vonë. Dhe të them të drejtën, ai më dha, domethënë unë e ftoja që i thosha që jep këta janë ata djemt, shikoj. I kisha me uniform, bënin ushtrimet me anë teknike, domethënë sikur ishin djema të ardhur nga jashtë. Thoshin, që janë këta mu? Kushi? E thoshe, Koço Bigjo, të shtatë nëndorit janë këta djemt? Thoshin, po, janë të klasës sportive. Pra, edhe prindrit, të shikoni, se djalit tim bën kështu. Nuk e mora përgjigjen. Pra, shkove në Amerikë, në një realitet krejt tjetër. Çfarë i thatë vetes në atë moment kur shkelen tokën amerikane? Pra, ishe i gatshëm të merrni çdo punë, apo ne i tham vetes që ne jemi të gatshëm që t'i futemi çdo lloj pune, sepse është për mbijetesë, dhe i pari e mora unë, domethënë mbi shpatulla, që të punonja dhe gruaja, fillimisht ishte me fëmijët, se ishin të mitur, dhe unë të punonja me orar të zgjatur atje në punë, fillova si ndihmës kamarier në një country club në këto resortet, që kishte punë shumë, dhe unë kisha dëshirë që të punonja dhe të mbanja familjen. Kështu që unë punonja 2 turne atje, mëngjes dhe mbasdite. Do kthehemi në Amerikë, por ajo fotot që më thatë. Pa lutem regjis, kemi foto tjera po? Kjo është domethënë kur mbaruan shkollën e mesme, djemtë, dhe kemi dalë tu në Chicago për ta festuar, domethënë shkollën atë mbrëmjen e maturës, si e thonë në Shqip. Edhe djali kishte qef, domethënë që mbaroi shkollën e mesme me rezultate shumë të mira, me medalje. Sot është Sot është doktor, kirurg, është në Minnesota, është në një nga kirurgët më të mirë, domethënë që ka ajo zonë atje, edhe është kirurg ortoped, edhe është i martuar me një amerikane shumë të mirë, edhe ajo doktoresh për fëmijët, dhe janë që të dy kanë lindur një fëmijë Çupë, edhe kanë vënë emrin shqiptare, Mira, e ka emrin Çupka, edhe tashi po presim, domethënë fëmijën e dytë në qershor. Ecim në një foto tjetër. Edhe këtu. Këtu kemi dalë në Minnesota, kur Çupa Mbesa ka mbushur 1 vit, dhe djali po e mban në krah, dhe ky është djali i madhi në krah të djathtë dhe djali i vogël me Çupën. Okej, ecim. Është një gëzim i madh. Këtu jam me gruan në Amerikë, kemi dalë para një universiteti të djalit, kur ishte në universitetin e mjekësisë, edhe domethënë kemi kujtime shumë të mira. Djali studionte atje. Vazhdojmë. Gjithmonë e takonim. Këtu kur mbarovi universitetin djali, ja ku është në mes, dhe pastaj djali tjetër është në krahun e djathtë, kemi dalë të gëzuar sepse ai domethënë mori diplomën e doktorit,
dhe quheshe doktor. Ja, kjo ishte domethënë gëzimi i madh dhe ne ishim domethënë të përgatitur domethënë që ta festonim këtë ditë. Ishte një fotografi shumë. Këtu janë domethënë mua më kërkua nga Këshilli i Qarkut të Korçës që të përgatisja për një pension të posaçëm për të më dhënë dhe Qarku i Korçës e aprovovi dhe biles RTS Korça edhe në YouTube dhe këtu janë ato domethënë të gjitha dekorimet që janë bërë domethënë të mjeshtri i madh dhe mjeshtër sporti, mjeshtri i merituar dhe ju propozua Këshillit të Ministrave për një pension të posaçëm. Në fakt se keni marrë? Akoma. Sa vite keni punuar në Shqipëri, Valder? Unë kam punuar 20 vjet dhe kam qenë domethënë arsimtar, trajner. Okej. I kam bërë që të dyja. Ma lërë, pra ke punuar, edhe mësues edhe trajner 20 vjet. Sa është pensioni juaj që merrni në Shqipëri? Pensioni tim është 100.000, si e quani juve, ose $100. Në anglisht i bie $100, unë 100.000 marr kështu. 100.000 mjeshtri i madh paguhet me $100.000 në muaj. Quhet pensioni pjesëshëm, më thanë. Kaq e ka. 100.000 lekë të vjetra. 20 vjet mësues dhe trajner. Aty ke shpërbetur kur shkon në bankomat atë shumë prej $100. Po, ndoshta kjo është domethënë si ta thuash kështu e ka parë të arsyeshme. Me kaq shumë tituj kampion, me kaq gjithçka, medalje të shumta, 6 tituj vetëm spartakiatën e 4 kombëtare në vitin 1979, 6 medalje të varura në gjoks, uroj që regjia do të shfaq pak më vonë. Dhe paguani $100. $100 marrin në muaj. Dram. Edhe gruaja inxhiniere në trikotazhin, ka qenë edhe në krye modeliste, domethënë me kontrollore cilësie, tëra në byro e kuadion, ajo merr 86.000. Kam një grup 86.000 që zbzan me ra. 17 vjet në punë ajo. Që ka punuar edhe në kombinat tekstilit në Berat, se atje bëri dhe shkollën filialin, erdhi në Korçë, punovi inxhiniere në Korçë, në filatur, që e di, filatura ka qenë nga... Okej. Edhe merr ajo 86.000, 17 vjet. Sa vjet punuan në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Neve në Amerikë kemi punuar 27 vjet, 28 vjet, domethënë në punë. Dhe sa është pensioni juaj amerikan? Në Amerikë unë marr $1.200 me 26, 27 vjet. Në Shqipëri me 20 vjet? Në Shqipëri me 20 vjet marr $100. Ta kalojmë te Dramsa. Po tash Amerika me Shqipërinë tash nuk mund të krahasohet. Kalojmë tek fotot e tjera. Kalojmë. Kemi tjera? Nuk kemi. Kemi apo jo? Ma bëri me shenjë, nuk ka foto tjera. Mirë. Atëherë, Valder, më thatë që nga viti 1900 deri në 86, sa ishin 10 vjet, 76, 86, kampion absolut në gjimnastikën shqiptare. Vend të parë, kampion 10 vjet. 10 vjet. Dhe 5 vjet kampion në kategorisë së parë, nga 70-a deri në 75-ën. Pastaj 75, 86, 11 vjet janë me mjeshtrat. Është domethënë niveli më të lartë. Që merrja pjesë kampionate ballkanike, ka marrë pjesë kampionat ballkanik 83-shin, 84-ën dhe 86-ën kur u dëmtova që nuk shkova. Po 3 herë në kampionat ballkanik, takime miqësore me turqe, greke, këto vendet para, gjithmonë edhe në ekipe, edhe në kampionat ballkanik zyrtare, kam hyrë në 6 më të mirët e Ballkanit, kam zënë vend të tretë me medalje bronzi në veglat veçanta, në ekur, në akrobaci që kanë qenë veglat e mia. Domthonë të luftonje me rumunët dhe me bullgarët ishte njësoj si të bëje luftë me rusët. Domthonë kishe rusin përpara ose kinezin. Dhe unë domthonë kisha ata përballa që ishin shkolla më e lartë e nivelit domthonë botëror. Ata ishin kampion të Evropës, kampion bote, me delqeve, me gjithë ata gjimnastët më të mirë. A një sportist tjetër, se po të bëj një pyetje kështu, të drejtë për të drejtë, që ka kaq shumë arritje në sport sa ju? Në gjimnastik njerë nuk u di, për sportin tim. Dhe të ketë marrë këtë nivel që kam patur unë atë kohë. Po në sportet tjera ndoshta, mund të ketë.
volejboliste në Ela Tase ose Marieta Pronjari mund të jetë, domethënë, që kanë qenë niveli lartë, Agim Fagu, për shembull. Këta janë, domethënë, që janë me gjithmonë kampion kombëtar dhe ndërkombëtar, që janë të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Po nga gjimnastika, unë për femra mund të them që ka qenë një Mimoza Aristo, domethënë që ka hyrë edhe në 10 sportistë më të mirë të Republikës. Kemi qenë bashkë, po e ka qenë mere, se për femra gjithmonë ishte. Pastaj ishte Merita Sheu në kohën që ishe me kinezit, Mimoza Aristo është më mbrapa dhe është bërë me trajner shqiptar. Kjo është një rezultat akoma më i mirë. Domethënë që me shqiptarët dhe arriti këtë nivel. Kurse Merita Sheu ka qenë me trajner të huaj dhe arriti nivelin kampionat kombëtare, ku e di unë. Edhe në kampionatet ballkanike që ka hyrë në treshë. Kështu që me meshkuj, domethënë unë ne vëllezërit Meta kemi qenë domethënë më të ashtu dhe pastaj ka patur vendet 3-ta, 4-ta, 5-ta, Ligor Shaka ka qenë gjimnast i mirë, Ilir Tafilaj, Ilir Çela ishte një legjendë, domethënë që ishte me mjeshtrat para me, ishte Deltian 53-shi. Kështu që unë kam shumë respekt se kemi ndihmuar njëri tjetrin, kemi qenë si vëllezër, jo shok. Domethënë yni me dilnin për dhoma, bënim muhabete, shakara, vlonjat, korçar, ishim ekipi kombëtar, ishim shqiptar mbi të gjitha, domethënë që luftonim që të mundnim turq, ç'na dilnin përpara. Ishin domethënë ne kur në Amerikë në kontaktet e para që patëm me këto specialistë të gjimnastikës, ju a tregove si vin tuaj kur ata mësuan gjë të tillë? Mua në fakt në kampionatin kombëtar të Amerikës nuk më kishin parë kështu, edhe vunë re ekipin tim, grupin tim. Edhe thanë, ky grup e kujt është? I thanë, nga Michigani është një trajner të juaj. E nëse, tha, po ke që nga mrekullia, tha. Kush e ka këta? Unë rinja ati në një qoshë, ati. Ishin 80 trajner, 1000 gjimnast, 1200 gjimnast. Atje, ishin 3 java, ishte garë. E tha, ma po duam të dim këtë grup kush e ka. Se deshin do që të më thithnin. Tha, është nga Michigani, tha, është punon për një Peter Roberts, a ju është, tha, pronari. E vatin e takuan atë, ku e kemo atë, tha, që ka këtë nivelin e mesëm, tha. Ja, tha, kjo djali këtu është, tha, kemi bërë, a qeshlim me atë bëjmë. A dhe më këtu më thamë, ishë nga Kalifornia, se niveli më lartë i gjimnastikës është në Texas dhe në Kaliforni. Piramida, pasaj vinte Michigani nga fundi, me Chicago në me këto. Edhe u ofruan për të më dhenë një ofertë. Tashi, më tha mua, këtë grup ti e ke servitur? Po, i thashun. Po e di, tha, çfarë niveli ke ti, tha? Po i thashun. Anë teknike e di, thash, që është niveli lartë, po. I thash edhe, unë kam këto që është në të mesme, nuk kam nivelin, i thash, në më thënë që të stërvit këto ekipet e reja, në më thënë qupat e reja. Po më tha mua, ti e kupton, tha, që ato po marrin 9.8 e 9.9, tha. I ke parë, tha, këto tjerët që marrin 9.1 me e mira, tha, nga këto të Amerikës, tha, nuk në gjitët më shumë se në 9, tha. Kurse këto tendet, tha, nuk kanë zbitur nga 9.5, tha. Tera, tha, njësoj janë, tha. Po i thash unë, edhe stërvitja ka qenë shumë e madhe, i thash. Kemi bërë nga 5-6 orë stërvitja, i thash. Dhe mua më ka dhënë fuqin, i thash, që t'jeni plot fuqishëm për punën që bëj. Nuk më ndëry njeri, i thash, në punën time. Thashu, tha, bravo, tha. Mund të punoni, tha, për ne, tha, të vish në Texas, tha, dhe ne do t'japim qeshta, tha, të palesës, tha, vazhdo punën, tha. Po ku i një stërvitur ju, tha, ku kini qenë si sportist dhe... I thash, në Shqipëri, unë jam shqiptar, i thash, po kam patur trajner kines, i thash, një 3 vjet në Shqipëri, i thash, dhe pasaj kemi qenë në Kini, i thash, një 3 muaj, i thash, kemi bërë të përbashkët, i thash, trajnim, edhe njëkohësish kras trajningut, i thash, edhe bënim në një qfaqe me kineze, po kinezët janë nivelli. Dhe aty ka njësur rruga ime anë teknike, i thash, dhe metodike, se ata i quajnë drill. I thash unë,
Kështu që unë i thash i kam të qarta se i kam ndjerë në kurizin tim, i thash, të gjitha këto, dhe të gjitha që i kam bërë këto çupa, i thash, kanë linjën time, i thash, dhe teknika është kineze, i thash, por jam një shqiptar, i thash, që unë jam bërë edhe në Shqipëri, po edhe me trajner të uaj, i thash. Kështu që unë mendoj, i thash, që është një kombinim i mirë, i thash, se pregatia fizike me pregatin teknike, i thash, unë shkojnë bashkë edhe vend, i thash, në nivel. Po tha, këto çupat tonë, këto tha, do vend, tha, me nivel të lartë, pasaj do t'i marrë ky, i thash, që është trajneri i profesor, krye trajner, dhe ky është pronari i biznesit të gjimnastikës. Unë jam trajneri, thash. Më thotë që bëj këta, unë bëj ata, thash. Po tha, ne tha, dëshirojmë ta që të vish andej nga ne, tha, nga Kalifornia, tha. Edhe në Texas, tha, më dhanë atë kartë vizitën, ja ku na ke numrin e telefonit gjitha, qofse të mushet menja, tha, urdhro me gjithë familjen, tha, do të kesh dhe siguracione shëndetësore, të gjitha pagesën da kesh 25.000 dhe në $50.000, tha, në vit, tha. Do më thonë, do jesh profesionist, të marrësh pagën vetëm për gjimnastik. Nuk do punosh në asë një lloj pune tjetër. Kështu që tha, mendo, ja ku e ke kartën, falenderit, tha, që po bëj, tha, në më thënë një takim, tha, me një trajner të madh, më tha mua, i thashëm, po, trajneri madh, i thashëm. Vali, janë shumë gjëra, i thashëm. Atë vjen keq që në Shqipëri mullon gjimnastika, në Korçë, në gjitha ato klube. Aq më vjen keq, edhe këto ditë që jam në Korçë, vajta në Raçi Qirinxhiu, bara një në palestrën ku ju jeni. Në palestra vajta as pash, as vegle, as gjë. Vali, adim përse po qesh, sepse zakonisht unë kam hyrë në palestër. Vajta në Themistokli Gërmenji, aty ku takova ty. Dhe unë hy në palestrën e shkollës së Raçi Qirinxhiu, ku ka qenë palestra juaj, edhe bashortës time sigurisht. Kemi bërë bashkë. Hy aty kur se ajo shëben si qendër e numërimit të votave. Unë më shumë se sa të merrem me lajmin që kam shkuar me kutinë e votimeve dhe numërimin e votave, unë realisht shikoj të gjithë hapësirën e asaj palestre për të parë veglat, sepse i kujtoj si tani ku kanë qenë të vendosura të gjitha veglat e programit gjimnastik. Që viri e shikoje, do që kisha dhe gruan atje. Po, pikërisht. Edhe gjimnazë dhe trajnere, edhe pasaj da kishe ne që na merrin një intervistë. Absolutisht. Edhe thoshim, ja, jemi të kënaqur. Me ato kushte, po ishim të kënaqur. Si mendoni ju, pse nuk ka gjimnastikë në Shqipëri? Unë mendoj, unë e kam thënë edhe në një intervistë në RTS-ja me Dëfrim me Thasanin, që unë jam gati të jap kontributin tim, edhe tash në pension. Unë vi her pas here këtu tash. Për vit, po njerë, po edhe 2 herë në vit vi. Edhe kam dëshirë që unë të mbledh një grup, edhe po është puna se gjimnastika prendesh sportin më... Shino, adim përse më vjen keq, sepse ndofta jo tek gjimnastika pra ky program gjimnastikor, por tek gjimnastika ritmike, janë marrë fort 2 motra të panariti, jashtëzakonisht Migena, një nga gjimnastët me histori të madhe. Dakord, jam. Por duket nuk kanë gjetur mbështetjen financiare të institucioneve, duket përpara kësaj mos mbështetje edhe ato vajza që e kishin pasion, shumë pasion, u dorëzuan. Ti në qofë se këthesh, a mendon se duha kesh mbështetjen? Unë qofë se këthem, unë vetëm 2 gjëra. Po. Ana financiare, unë jam pensionist, nuk kam në një problem. Mirë, e lëm anën financiare të një rogë. Unë kam problem kushtet që minimale, nuk po pës që të ketë gropa së ngjeri si në Amerikë, apo si në Kinë, kushtet minimale. Ato që keni pas ju. Bravo. Atë palestër të shkollës së Raçi Qirinxhiu. Atë palestër me vegla. Atë program veglesh. Që ka sa të duash, që mund t'i marrësh pa pagesë. Turqit, grekët nxjerrin shumë vegla jashtë përdorimit, që janë të reja, po duan të vitit 2026. Këto janë të 2020-s, që ato janë shumë të mira. Mund t'i marrësh pa pagesë. Të vesh pikërisht, unë këtë dua që njerëzit të merren që ku do t'i marrim këto me një financë të paguash vetëm maunën, atë atë si i thonë, qartë, që t'i futësh trajlen, që t'i futësh to vegla, dhe ata i kanë nxjerr për në plerat këto, që janë pa pagesë fare. Që ne na bëjnë punë. Edhe ne na bëjnë shumë punë.
në vendin tonë. Sepse ajo është baza materiale do më thënë, për të nisur një punë, do më thënë, si që kemi bërë. Pa bazë materiale, pa ambiente, stërvitit është pamujtur. Pasaj të vim në financa, që të japim një dy gjera materiale gjimnastëve, të kemë një trampolinë, ato për shumë prap i sigurojmë në përmjet, do më thënë, këtyre veklave, dhe të zgjedhësh, unë për shumë do bëj seleksionimin, si që kam bërë më përpara. To vetëm për shkollat, i thënë, ky është djali që ne na bën punë, edhe ky është në këtë shkollë, në atë shkollë, i mbledh 30 djema dhe nga këta do bëhen 6 djema që unë do stërvit në këtë palestër, që kam këto kushte të shkëlqyera, letjen bazike. Ne mund të bëjmë në Korçë, por duhet në banë në shkallë vëndit. Unë kam biseduar dhe me atë Leonardin, që është presidenti, se ka qenë Adriatiku më përpara, tashi është një djaliri, shumë edhe ka pasion. Është i gatshëm, unë e kam marrë 2 herë në telefon, që nga Amerika. Por profesor, për gjimnastikën artistike, jo ritmike. Për artistike, edhe ai më ka thënë, Valter, unë jam gati, tha, të bashkëpunoj me ty për anën organizative, për anën teknike, për anën e zgjedhjes, dhe ne, tha, do sigurojmë, tha, se jemi lidhur me italianët dhe me turqit për bazën materiale, tha. Ne, unë kam shpresë, që inshallah të... Edhe unë me pasionin të kam shpresë. Edhe unë jam, do në dhënë të kontriboj vullnetarisht, nuk s'kam asnjë gjë. Cila ka qenë gara juaj që të mbetet në kujtesë? Po, gara ime më mbetet në kujtesë janë 2. E para njerë, do më thënë që kur dola jashtë shtetit, që të përfaqësonja vendin, dhe në Kinë, dhe për herë të parë, unë shikoj flamurin shqiptar dhe hymnin shqiptar, ku ne ishim të ekzekutohet për herë të parë, në 75-ën. Në më thënë që erdhën kinezët këtu në Shqipëri, dhe ne në 76-ën këthujmë vizitën. Po ajo e 75-ës, që ne ishim brenda në vendin tonë, dhe unë ngritë flamurin shqiptar me hymnin shqiptar, dhe ne ishim gjimnastët që do të përfaqësonim me ekipin kinez. Dhe aty më ranë lotët, thash, ja arrita kësaj dite. Ajo ka qenë kujtimi mirë për mua. Jam shumë i emocionuar. Gjimnastika për ju çfarë ka qenë dhe çfarë është? Unë të them që dashuri është pak. Unë akoma e ndëroj që t'jem përsëri. Korça, të mungon? Korça, nuk jam shumë emocionuar. Rrugicat e Korçës? Të gjitha. Kam takuar shokët, i përqafoj, i baj. Valter Meta, të falenderoj që ishim së bashku në Konak sonte. Falenderit juve. Ishte kresie male që të kisha sonte në Konak. Falenderit. Do të kisha ëndër, realisht do të kisha ëndër për të pasur, fati e solli për të pasur. Ajo tonin, ajo zëri jot me ka bërë të kthej kokën me njerë dje, të shtangëm, sepse përpara kisha mallështinë e Valter Metës. Falenderit juve. Falenderoj shumë që ju sakrifikuat për të qenë sonte në Konak me mua. Falenderoj nga zemra, falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë, edhe mund fale emocione pa fjalë. Faleminderit Valter Meta. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak sonte në Konak. Isha me mjeshtrin e madh, me mjeshtrin e merituar të sportit, me mjeshtrin e sportit, shumë herë kampion absolut i vendit, me 6 medalje arit në Spartakatën e 4 kombëtare në vitin 1979, por medaljet shurta e titullit kampion Valter Meta i ka si askush tjetër. Dhe ajo çfarë është më dhimbshme, ne të gjithë së bashku e kemi dëshirë të kujtohemi për mjeshtra të tillë, të përmasave të tilla, që ka një vlerësim qesharak, shumë qesharak, e në fakt ai na ka falë gjithçka. E ne duhet t'ia kthejmë, qoftë edhe financiarisht. Gjithsesi, nga unë Tonin Frogu, natën e mirë.